Imagjinoni një objekt gjigant, të panjohur, që del nga mjegulla e dendur e Atlantikut dhe drejtohet drejt brigjeve të Irlandës. Nuk ishte një anije, as një varg shpëtimi, por diçka që ngjante me një shtëpi të lëvizshme, plotësisht e heshtur. Rojet bregdetare hyn brenda me frikën se do të gjenin trupa, por ajo që zbulon ishte një shënim i shkruar në mur që do të linte të gjithë botën pa fjalë. Kush ishte njeriu që e ndërtoi këtë? Dhe ku zhduk ai? Qëndroni me ne, sepse ky udhëtim prej 3000 kilometrash fshen një sekret që do t'ju rënqeth mishin. U bart përmes Atlantikut të egër, personeli i këshillit të Kontes Majo me ndihmën e rojës bregdetare dhe vullnetarëve vendas e tërhoqën këtë shtëpi varg në tokë të thatë sot. Ajo u raportua fillimisht tek autoritetet dje pasi u nxorr në breg nga deti. Ai kishte parë shumë gjëra të çuditshme që notonin në këto ujëra më parë, por asgjë si kjo. U nxitua për ta parë më mirë, i anshëm për të vepruar përpara se dikush të lëndohej. Përmes mjegullës u shfaq një formë e panjohur, duke lunduruar drejt vijes bregdetare, pikërisht ashtu siç i friksohej. Çfarëdo që të ishte, ai duhej të lëvizte shpejt. Por përpara se të fillojmë, kushtoni një sekond për t'i bërë pëlqej kësaj videoje. Regjistroni në kanal dhe aktivizoni zilen. Duhet vetëm një moment, por na ndihmoni të ndajmë këto histori të jashtëzakonshme me më shumë njerëz si ju. Me shkëmbit e saj mahnitës, kodrat e gjëra të gjelbra dhe pamjet të mrekullueshme të Atlantikut, bregdeti perëndimor i Irlandës është një ëndër për udhëtarët. Por një mëngjes të ftohtë, vendasit dhe turistët u kapën në rregull kur një objekt i huaj u shfaq jashtë bregdetit të Kontes Majo. Askush nuk kishte parë kur asgjë të tillë dhe dukej sikur mbarte një paralajmërim të qetë. Mjeti i çuditshëm lëvizte butësisht me baticën dhe pas pak kohe, të gjithë ata që e vështronin nuk mund ta kuptonin se po drejtohej direkt drejt tyre. Nuk dukej se po lëvizte me ndonjë plan apo drejtim. Atëherë njerëzit vendosën se ishte koha për të thirrur ekspertët. Oficeri i rojës bregdetare, Greg Watt, ishte në detyrë kur erdhi thirrja. Ai nuk humbi as një sekond. Kur arriti në vendngjarje, ai pikasi objektin që priste ngadalë përmes mjegullës. Çfarëdo që të ishte, ishte e madhe, shumë e madhe se sa pritej. Kur e pa më afër, ai ndjeu një tronditje mosbesimi. Ishte qartësisht një lloj mjeti lundrues, por ai thjesht shpresonte që askush të mos ishte bllokuar brenda. Teksa ekipi u afrua pranë saj, ata mund të dallonin ndonjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Forma nuk kishte asnjë ngjashmëri me një varg dhe dukej plotësisht jashtë vendit në oqeanin e hapur. Pse ishte këtu jashtë? Dhe a kishte dikush brenda? Gregu thiri përmes megafonit teksa lundronin pranë sendit, por e vetmja gjë që mori mbrapsht ishte heshtja, diçka që ajo qetësi shkaktoi një rënqethje. Pas disa minutash tensioni, ata hipën në mjet të pasigurt për atë që do të gjenin, por ajo që pa vetëm sa solli më shumë konfuzion. Nuk kishte përgjigje, vetëm më shumë pyetje. Era u forcua papritur dhe valet e ashpra filluan të godisnin mjetin e çuditshëm, duke kërcënuar ta coptonin. Roja bregdetare i lidhi shpejt anijen e tyre me objektin misterios dhe e tërhoqën me kujdes drejt bregut. Pasi ishin të sigurt në tokë, ata mund, më në fund, të fillonin të gërmonin se çfarë saktësisht kishin nxjerrë nga deti. Varka dukej sikur dikush kishte jetuar vërtet në të. Gregu nuk mund të mos pyeste veten se çfarë i kishte ndodhur ekuipazhit të zhdukur. Kush kishte qenë në këtë mjet të çuditshëm dhe pse ishin në det në diçka që ngjante më shumë me një rimorkjo se sa me një varg. Mezi dukej sikur mund të qëndronte mbi ujë. Gregu më vonë pranoi se ishte gjëja më e çuditshme që kishte parë ndonjëherë, të paktën derisa pikasi shënimin e gërvishtur në murin brenda. Në fillim mendova se mund të ishte një karavan, tha një nga anëtarët e ekipit të rojës bregdetare. Ai shtoi se pavarësisht të pamjes së saj të çuditshme, mjeti ishte padyshim i ndërtuar për të jetuar në të. Brenda i shkruar me një markues të zi, të përhershëm ishte një emër, dhe ajo kluja vetme e çoi ekipin drejt njeriut pas të gjithë kësaj. Rick Small nga Ontario ishte i njohur mirë në vendëlindjen e tij, Thunder Bay. Edhe pse jetonte në anën tjetër të planetit, fshati i qetë bregdetar i Kontes Majo
do të njihej me aventurat e tij të pazakonta. Riku ishte paksa një tip i çuditshëm me vizionin e tij unik se si duhet të funksiononte bota. I kuriozuar për të ditur më shumë, Gregu gërmoi në të kaluarën e Rikut dhe gjeti një gjurmë që të çonte deri në Kanada. Doli që Riku ishte një mbështetës i pasionuar i energjisë alternative dhe i njohur për mbrojtjen e mjedisit. Ai madje kishte dalë në lajmet e Kanadas për ndërtimin e një biçiklete me energji diellore, me të cilën kishte udhëtuar nga plani i tij i radhës, që ishte edhe më i madh. Ai donte të ndërtonte një mjet të vet qëndrueshëm për të jetuar në marinën Foxtrot, por thjesht të jetuarit në të nuk ishte mjaftueshëm për Rikun. Ai donte të kalonte oqeanin, kështu ai nisi punën për ndërtimin e varkës 6 metërshe, duke përdorur lëndë druri dhe polistiren. Por a mund të mbijetonte diçka e tillë në ujërat e ashpra të Atlantikut? Riku kishte kontaktuar rojën bregdetare kanadeze për të njoftuar mbi planet e tija. Natyrisht, ata ishin të shqetësuar. Ata e paralajmëruan se varka ndoshta nuk mund ta përballonte një udhëtim të tillë dhe e këshilluan të mos shkonte. Shtëpia varke e tij e pazakont duhej të kishte qëndruar e sigurt në Kanada. Megjithatë, Jaku ishte e nxjerrë në bregun irlandez dhe Riku nuk gjendej kudo. Aty filloi frika. Ai ishte zhdukur Riku në det apo diçka më keq. Shënimi i shkruar qartë brenda thoshte: "Unë, Rik Small, i adhuroj këtë strukturë një të riu të pastre për t'i dhënë një jetë më të mirë, pa qira, pa hipotek, pa faturë dritash." Para se të kalonte shumë kohë, njerëz nga afër dhe larg filluan të shkonin drejt bregut vetëm për të parë varkën e pazakont të Rikut. Fjala u përhap shpejt dhe autoritetet e hoqën mjetin dhe vendosën në magazin, me shpresën se mbase Riku do të kthehet për ta kërkuar. Por një pyetje e madhe mbetet ende në ajër. Që nga dita kur shtëpia varke e tij diellore doli në bregun e Conte Smajo, askush nuk e ka parë apo dëgjuar më Rik Smallin. Disa vendas tonë se mjeti ishte zhdukur nga vendi i tij në portin kanadez përpara se të shfaqej në Irlandë. Dhe Riku nuk është parë më që atëherë. Edhe pse nuk dihet se ku ndodhet Rik Small sot, ajo që është e sigurt është se zemra pas udhëtimit të tij dhe dhurata që la pas nuk do të harrohet shpejt. Faleminderit shumë që na ndoqët. Nëse kjo histori ju frymëzoi, mos harroni të bëni pëlqej videos, regjistrojeni në kanal dhe ndajeni atë me miqt.